Ky sot është aktivitet për nder të ish futbollistit dhe sportistit legjendar të Apollonisë dhe atij futbollit shqiptar, Kujtim Ajacit. Ne si shoqata e ish futbollistave Fjerak, në bashkëpunim me Bashkinë kemi organizuar këtë ditë sot, për arsye sepse sot është ne e përkujtojmë gjithmonë Kujtimin në ditën e lindjes së tij dhe jo në ditën e ndarjes nga jeta. Kështu që kjo traditë do vazhdoj, pothuajse për sa të kemi frym ne do ta vazhdojmë. Kështu që është gjë e mirë për qytetin e Thjerit, sepse ky njeri jo vetëm që ka dhënë jetë, dhe i ka dhënë ato kënaqësi që nuk i ka dhënë askush tjetër, në kohën që ai ka qenë si futbollist ashtu edhe trajner. Kështu që ne jemi shumë mirënjohës veprës që ai ka lënë mbrapa. Po kemi edhe një ndeshje më pas simbolike? Atëherë, aktiviteti fillon me ceremoninë që ne po zhvillojmë tani. Mbas kësaj ne do shkojmë gjithë së bashku ish futbollistat dhe edhe sportdarës Fjerak, të cilët kanë atë nostalgjinë e asaj atij futbollit shkëlqyer ka pas ekipi Apollonisë në ato vite. Do shkojmë në stadion, do bëjmë një ndeshje simbolike midis njëri tjetrit veteranëve të Apollonisë dhe një brezi tjetër që është pak më i ri. Dhe mbas kësaj ndeshje ne do shkojmë në një drek të përbashkët ku do mblidhemi të gjithë, të pothuajse disa breza që kanë pasuar njëra tjetrën në ekipin e futbollit.